Jeta e njeriut është menaxhim. Nëse ti nuk e menaxhon jetën, jeta të menaxhon ty. Ka shumë rëndësi. Pra qysh menaxhim? Pasha Zotin e madh. Nëse na dina me menaxhu, kena mu gëzu vetë na me familjet tona, po kena minimu edhe tjertë. Thjesht është, si thënë të na loj numrash. A kupton e ja? Për me ja vërtetu këtë muhabet, një nanë nderume, se tash emri s'po mi bjen mend, po e keni pa edhe në rrjetet sociale, kishte shku në haxh hera e treta, katërt, nuk e di, se me sigurt se 3-4 herë kishte qenë në Qabe, e më shume, edhe i thanë, si shko ti në Qabe, bo shtrejt me shku atje. Tha, qërë non, tha, une nuk shpenzej, tha, sena, tha, me pi kafe shpesh, tha, nuk i hargjoj por, tha, me blie sena shumë shtrejt, se ta shti, i por për në tollë, njëri i blie edhe 10 euro, po i blie edhe 100 euro. Po tha, i blie mesatarisht, ti isha mesator, edhe ato më krynë punë bëllë, po i kursej, tha, por, ta, e me që ato kursime, tha, shkoj, i duhet në Zotit atje të Qabja, edhe shkoj në ato venët e bekume, tha, i